një periudhë tensioni, që në ditët e para, sulmet ajrore intensive goditën zonat banuara, infrastrukturë civile dhe objekte të ndryshme në gjithë territorin. Për banorët e Gazës, Ramazani u kthye menjëherë nga një muaj reflektimi dhe solidariteti në një periudhë frike konstante dhe pasigurie totale. Ndërsa familjet përgatiteshin për iftar, shpërthimet u bën një realitet i përditshëm. Në shumë raste, vakti mbrëmjes ndërpriten nga bombardime të afërta, duke detyruar njerëzit të kërkonin strehim në korridore, shkallë apo ndërtesa të improvizuara. Dronet dhe avionet luftarak dominonin qiellin, ndërsa zhurma e tyre u bën një sfond i pandashëm i jetës gjatë Ramazanit. Energjia elektrike ishte kufizuar, uji i pishëm shpesh mungonte dhe përgatitja e ushqimit u shndrua në një sfidë të përditshme. Me kalimin e ditëve, ofenziva u zgjerua nga sulmet ajrore në operacione toksore. Trupat izraelite hynë në zonat të dendura urbane, duke shkaktuar përplasje të ashpra dhe shkatrime të mëdha. Lagjet të tëra u shndruan në gërmadha, ndërsa ndërtesa shumëkatëshe u rënuan dhe rrugët u bën të pakalueshme. Spitalet e Gazës u mbingarkuan, duke funksionuar shpesh përtej kapaciteteve të tyre, me personel mjekësor që punonte nën presion ekstrem dhe me mungesa të theksuara të pajisjeve dhe barnave. Sipas dhënave të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare humanitare, gjatë operacionit Protective Edge, rreth 2200 palestinez u vranë, shumica civil, ndërsa mbi 11.000 u plagosën. Qindra mira banor u zhvendosën brenda territorit Gazës, duke u strehuar në shkolla, ndërtesa publike apo të afërmit, shpesh në kushte të mbipopulluara dhe jo të sigurta. Nga ana tjetër, Izraeli raportoi 73 viktima, përfshirë ushtarë dhe civil, kryesisht si pasojë e raketave dhe përplasjeve të drejtpërdrejta. Kronika e këtij Ramazani përfshin skena ku iftarët organizoheshin në strehimore të improvizuara. Familjet të tëra ndanin ushqime të pakta, ndërsa përpiqeshin të ruanin ritualet fetare mes kaosit. Fëmijët, edhe pse të rrethuar nga dhuna, përpiqeshin të mbanin gjallë ndjenjën e festës, ndërsa prindërit luftonin për t'i mbrojtur nga realiteti i luftës. Për shumë prej tyre, ky Ramazan u shndrua në sinonim të humbjes së shtëpisë, të afërmve të tyre apo ndjenjës së sigurisë. Një aspekt i rëndësishëm i operacionit Protective Edge ishte ndikimi i thellë psikologjik mbi popullsinë civile. Bombardimet e vazhdueshme, pasiguria e përhershme dhe pamundësia për t'u larguar nga territori krijuan një ndjenjë izolimi total. Organizatat humanitare raportuan rritje të ndjeshme të traumave psikologjike, veçanërisht te fëmijët, të cilët përjetuan Ramazanin jo si periudhë gëzimi, por si kohë frike dhe konfuzioni. Lufta shkaktoi gjithashtu dëme masive në infrastrukturën jetike. Rrjetet e ujit dhe kanalizimeve, centralet e energjisë dhe objektet publike u dëmtuan rënd. Këto shkatrime e përkeqësuan krizën humanitare, edhe pas përfundimit të luftimeve, duke ndikuar drejt për drejt në jetën e përditshme të banorëve gjatë muajve dhe viteve që pasuan. Pas rreth 50 ditësh luftime intensive, një anpushim u arrit në fund të gushtit 2014. Megjithatë, për Gazën, fundi i operacionit nuk nënkuptoi fundin e vuajtjeve. Rindërtimi ishte i ngadalshëm dhe i kufizuar, për shkak të bllokadës dhe mungesës së materialeve ndërtimore. Mira familje mbeten pa shtret përhershme, ndërsa lagjet të tëra vazhdonin të mbartnin shenjat e shkatrimit. Ramazanët e viteve 2015 dhe 2016 u zhvilluan në hijen e operacionit Protective Edge. Edhe pse përmasat e dhunës nuk arritën nivelin e vitit 2014, tensionit sporadike, varfëria dhe papunësia e lartë ruajtën një atmosferë pesimizmi dhe pasigurie. Kujtimi i Ramazanit të zjarrt mbeti i gjallë në ndërgjegjen kolektive të popullsisë. Në përmbledhje, operacioni Protective Edge e shndroi Ramazanin e vitit 2014 në një kronik dhimbjeje, shkatrimi dhe mbijetese. Ai mbetet një pikë referimi në historinë e Gazës, një periudhë ku muaj i shenjtë u përjetuan në bombardime dhe ku besimi, solidariteti dhe qëndrueshmëria njerëzore u vënë përballë realitetit brutal të luftës moderne.